Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët të studion e emisionit Pa Gjurmë. Jemi live këtu në ekranin e Report TV, ku si çdo ditë dhe ditën e sotme do të jemi rreth një orë në transmetim, kur redaksia e emisionit Pa Gjurmë ka përgatitur histori për të trajtuar kur zëri çdo qytetari që vjen te troket në ambientet e Report TV të dëgjohet dhe me shpresën për të marrë një zgjidhje. Në fakt, vetëm përpara disa ditëve në studion e emisionit Pa Gjurmë, un kam pasur një nën nga Elbasani, e cila erdhi në program dhe kërkoi që të lidhesh me djalin e saj. Prej 6 muajve ajo kishte humbur çdo kontakti me të birin, konkretisht me Artan Vlashin. Fal atij emisioni, fal atij transmetimi, shumë telefonata mbërritën në redaksinë e emisionit Pa Gjurmë dhe djali me emrin Artan, 36 vjeçari, u gjet shëndoshë mirë. Në fakt, në emisionin e dytë nëna foli me të birin, por ai e refuzoi dhe ndoshta ajo telefonat e ftohtë mes nënës dhe djalit bëri që qindra komente të shkruen nga audienca e Report TV e emisionit Pa Gjurmë në faqet tona. Zonja Lefterie Hoxha e ka përjetuar këtë moment dhe sigurisht një nën që ka humbur kontaktet me të birin, lumturohet që e gjen dhe i dhërohet sërish, sepse ai nuk e pranon dhe e refuzon. Ajo ka ardhur sot në studio, unë me njerë dua ta përshëndes. Zonja Lefterie, përshëndetje dhe mirë se erdhe. Faleminderit, përshëndetje. Mund të ulesh, e dashur. Unë e di që i e prekur nga ajo telefonat që realizove atë transmetim live për para disa ditëve, konkretisht mos gaboj ka qenë data 9 janar. Po, ashtu ka qenë, data 9. 9 janar dhe djali ishte në komunikim shumë i ftohtë, por komentet e shumta që u shkruan në Instagramin e Report TV, në Instagramin e Shqiptaria.com, aty ku ne i japim emisionet, dua t'ju bëj një thirrje të gjitha audiencës që askush nuk i di problemet familjare dhe askush nuk e di pse ai 36 vjeçar u largua dhe çfarë problemi ka që ka humbur kontaktet me familjen. Kështu që duhet jemi pak, le të themi, me këmbë në tokë dhe ndoshta duhet ta kthejmë thikën në veten tonë për të kuptuar problemet e tjerëve, që ne mos të hedhim vrerë dhe balkë mbi çdo person që del në një studio televizive. Çdo kush që vjen në studio televizive do të thotë që vjen për të kërkuar ndihmë. Nëse ne nuk kemi informacion, nuk i ndihmojmë këta njerëz, bëjmë mirë mos të komentojmë dhe të hedhim vrerë. Kështu që uroj dhe shpresoj që të gjitha ato komente negative që mund të kenë ardhur në emër të atij 36 vjeçari, uroj që të jenë bllokuar dhe ai le të jetë mirë, shëndoshë mirë. E dashur Lefterie, e ndjeva ta thosha këtë gjë sepse shpesh më ndodh që në emision trajtojmë çështje shumë delikate, probleme familje, persona të humbur, njerëzit nga shtëpia ulur në koltuk, ulur në divan, na ndjekin, ndoshta shumë gjëra nuk thuhen në këtë studio dhe njerëzit komentojnë. Të bësh një koment është shumë e thjeshtë, por lëndon. Dhe besoj që i e lënduar, se si do që tjeta i është djali juaj. Po normale, çdo njeri do t'i kthehet vetes, po t'i shkruaj tjetrit një koment të keq. Të kthehet nga vetja veti, nga familja vet, pastaj të shkruaj familjes tjetër. Ne jemi të dyja sot këtu në këtë studio, padyshim dhe publiku mund ngrej pyetjen pse kjo nën ka ardhur sërish në studion e emisionit Pa Gjurmë kur ajo djalin e gjeti, ai e refuzoi, por vetëm pas pak padyshim do t'rregojmë pse ka ardhur kjo nën sot në studio, por për gjithë ata që nuk na kanë ndjekur, momentin kur zonja Lefterie ka qenë me mua në studio dhe u lumturua teksa unë i thash që djali është shëndoshë mirë, por dhe u hidherua pas disa minutave të atij transmetimi kur i dëgjoi zërin. Dua për gjithë ata që nuk na kanë ndjekur të jap një material dhe rikthehemi. Për javë të tëra një nën ka jetuar me sankthit, frikës dhe dhimbjes së thellë për fatin e djalit të saj. Çdo ditë pas një lajm ishte një plag më shumë, çdo natë pa gjumë një lutje që diku ai të ishte ende gjallë. Familja e Artan Vlashit, 36 vjeç nga Gramshi, ka kaluar momente të rënda pas zhdukjes së tij të papritur, duke mos pasur asnjë informacion për vendodhjen apo gjendjen e tij. Pas disa javësh pa sigurie, historia më në fund mori një kthes. Artani është gjetur, një lajm që solli lehtësim, por dhe dhimbje të reja. Gjatë transmetimit të drejt për drejt të emisionit, Artani ka komunikuar me nënën e tij, Lefterie Hoxha, duke i dhënë fund pasigurisë për fatin e tij. Megjithatë, ai ka shprehur qartë se nuk dëshiron të komunikojë më me të dhe nuk ka pranuar të jap shpjegime të mëtejshme për arsyet e largimit apo shkëputjes nga familja. Kush jeni ju? Mama jote jam. Mirë, si jeni, si kaloni? Mirë, ai e mirë më djalë. Unë mirë fare jam. Unë dua që të shikoj me sy. Me sy, dhe ku t'i vinë ora?
Avash, avash. Jo, avash, mami, se ke një copnen. Po ke një copnen me mami që nuk po mze gjuminatës më e zemra mamës. Leftëria Hoxha rrëfen mes lotësh vuajtje që ja ka kaluar për të rritur fëmijët e saj. Ajo tregon si është dashur të rrisë vetë me fëmijët, me ushqimet të cilat i merrte tek mamaja e saj, pasi ish bashorti nuk i interesohej asnjëherë për fëmijët e tij. Gjithashtu ajo akuzon ish bashortin për dhunë, ku dhe e ka denoncuar disa herë në policinë e Gramshit, por më pas e ka falur me mendimin se ai do të ndryshonte sjellje, gjë që nuk ndodhi kurrë. Unë jam me urdhër mbrojtje. Po pse ti ke 9 vite e ndarë dhe je me urdhër mbrojtje sot? Po. Jo me urdhër mbrojtje. Po pse ai të kërcënona dhe të dhunon dhe... Jashtë mase. Shpirti im e di. Ta thash edhe rënë e parë. Më ka të tërur jashtë mase. Ta thash, ato 5.000, unë i disni i kam rritur. Ma shumë pa bukë, se me bukë. Ajo nën, ta thash dhe rënë e parë. Ajo nën, që mi ka bon shpallat ati murë, ati dherit atje. Edhe ati, a i vëllajqosh atje në Greqi. Të kanë ndihmuar. Më kanë ndihmuar jashtë mase. Fëmit, unë i kam ndjekur. A i si baba, a i zonë të adin të fare. A i nuk binte as ushqime shpi, asë gjë, që ta dish drejt muhabetin. Ndërkohë për këtë situatë ka reaguar dhe ish bashorti i gruas së përfshirë në histori, duke shtuar një tjetër dimension në këtë ngjarje të ndërlikuar. Ai ka shprehur dëshirën për të dhënë versionin e tij dhe për të sqaruar disa rrethana që sipas tij kanë ndikuar në zhvillimet e fundit. Sot kjo histori rikthehet sërish në studio, ku pritet një përballje mes palëve, me synimin për të hedhur më shumë dritë mbi të vërtetën dhe për të sqaruar publikisht gjithçka që ka mbetur pezull. E në fakt të ishin momente jo fort të lumtura për studion e emisionit pa gjurmë, ku një nën foli me të birin e saj dhe sot zonja Lefterie ndodhet me mua, por realisht vllai, motra i Artan Vlashit, Arjani dhe Milena, që jetojnë në Greqi, kërkojnë që ditën e sotme realisht të jenë në program, zëri tyre të dëgjohet, pasi ata përveç se kanë parë programin dhe kanë dëgjuar vllain e tyre në programin e emisionit pa gjurmë, nuk kanë mundur do të kenë një kontakt me të dhe meraku është akoma më i madh për të gjithë familjen. Lefterie, dua të pyes sot, përpos humbjes së djalit, padyshim që ti ke pasur një jetë të vështirë dhe me babain e fëmijëve dhe e rrëfeve për disa minuta të tëra në studion e emisionit pa gjurmë, marrëdhënien që kishe me babain e fëmijëve, divorcin që bëra përpara 9 viteve. Por dua të pyes për Artanin. Artani është gjetur, ai foli në studion e emisionit pa gjurmë, t'ia dëgjove zërin dhe nuk është më i humbur për ne. Por pas atij emisioni, ke kontaktuar me djalin? Fare, nuk ja kam gjurë zërin fare më. Unë dua të tërgohem e sinqert me ty dhe me audiencën. Edhe unë shumë e sinqert jam, nuk ka fol fare. Dhe të besoj për këtë pjesë. Pas programit, Artani na mori në telefon. Ka folur konkretisht me mua. Si një nën dhe unë bëra përpjekje që ai të më lejonte që unë numrin e tij t'ua jepja ju. Dhe unë nuk kam dhënë ende numrin e Artanit, sepse ai e ndalon këtë gjë. Dhe unë dua të respektoj të gjitha, le të themi, edhe parimet e një njeriu që flet për programin dhe të ndalon ta japësh numrin. Dua të jem korekte me çdo person që unë kam një marrëdhënie për hir të këtij emisioni dhe pse has shumë vështirësi në këtë program. Ju lutaj që t'i jepja numrin tënd. Dhe ai më tha ma nis numrin e nënës, se do gjej momentin, formën që unë ta telefonoj. Dhe prej datës 9 shkurt, dhe ta them dhe orën, mund të keq qenë ora 18:30 minuta, kur kemi qenë në zyrë pas programit, unë i kam kaluar numrin tënd në WhatsApp djalit tuaj Artanit, gjithë me shpresën se ai do t'ju telefononte. Por ju po më tregoni që nuk ju ka telefonuar. S'kam komunikim fare. Nuk kam marrë. Nuk kam pse të mashtroj, se kam shumë respekt, se ti po më ndihmon me mishe me shpirt për gjetjen e djalit. Edhe unë sot kam ardhur që të me japsh numrin e djalit, që ta di ku është, ku ha, ku pi, ku lahat, ku shplahat. Që të kemi komunikim. Do më lejosh të lidhem në këto momente me Arjanin, me djalin tuaj, që jeton në Greqi, i cili e ka parë emisionin, një vlla i shqetësuar për vllain, po padyshim edhe për nënën e tij kur e dëgjoi ato momente refuzimi, kështu që e kam Arjanin në një lidhje telefonike dhe dua ta përshëndes. Arjan, përshëndetje nga Tirana. Përshëndetje, Odeta. Të falenderoj që të kam në këtë lidhje telefonike, por në fakt do të bëj një pyetje edhe pse përgjigjen e di. Ke folur me Artanin? Absolutisht jo.
Arjan, por si ka mundësi që ai refuzon të mos flasi me askënd në familje, ndërkohë që për ne ka qenë shumë e lehtë, le të themi, gjetja e tij, numri i tij, komunikimi me të. Çfarë dyshon ti si vëlla? Pse ai e ka mbyllur, le të themi, telefonin dhe ju ka bllokuar ju? Më dëgjon Odeda? Po, ju dëgjoj. Neve, si që kemi folur ju, neve nuk kemi folur, nuk kemi patë asaj komunikim me Artanin. Artani në qoftë të flasi me nënën, të dali ballë me nënën, të flasi me nënën. Ajo nëna është bërë shumë e lakë për djallë. Se kaq muaj kam dhe kaq muaj kam unë që kërkova këtu në Livazia, vajtë e policia Livazia. Rigjet, më dhe pak në audio në studio. Po? Edhe me tha policia Livazia këtu, vëllai tha nuk është me Greqi, ka kaluar me datën 6 në qinshor, ka kaluar për Shqipërinë. Arjan, ai nuk është në Greqi. Ai në komunikimin që pati me mua, ndoshta jo gjithë biseda telefonike, vendosëm ne të mos se jepnim, pasi nuk duam të lëndojmë zemrën e një nëne, por edhe zemrën e një vllajt, e një motre, padyshim që u dha vetëm një pjesë e telefonatës që unë pata me të. Ai nuk është në Greqi. Ai tregoi se ndodhet në një shtet tjetër, ndodhet jashtë Shqipërisë. Odeda, se jemi në emisionin në live. Po Artanin e din ata motrat tjetër që është në Greqi, edhe motra e vogël. Ata e din ku ndodhet Artani. Për ne Artani nuk na tregon kush Artani. Por pse motra Milena, që do ta kem pas pak në lidhje telefonike, e di se ku ndodhet dhe nuk tregon? Domethënë, është një marrëdhënie që kemi nuk e tregon se ka frikën e vet ose paleta në Greqi, po ata nuk e tregon në Milena. Milena Vlashin. A ka pasur konflikte në familjen tuaj që është kjo marrëdhënie, le të themi, e përçar, që një motër e di ku ndodhet vllai i humbur? Ne nuk kemi patur konflikte zëni edhe me ata me vëllezërit, se si ndodhi kjo punë nuk e dim as vetë neve. Artani para se tikte në Shqipërinë, 2 muaj të funit që jeta ajo motra që është në Kanjan. Po, tek Milena. Po. Edhe ajo e di për çfarë ka ikur Artanin. I dashur Arjan, i dashur mos të bëjnë 1 minutë Odeta. Mos të bëjnë gjën e të vështirë motra ime. E ta ngjojnë gjithë publiku edhe gjithë Shqipëria. I dashur Arjan. Si Milena, si Denisa, si plaku im shefiti, edhe vajim i vogli Aleksi, ta e din ku është Artani, nuk kisha një muaj që i thoja ku është Artani, nuk dim gjo. Pra, i bie që vetëm zonja Lefterie, nëna juaj dhe ju Arjan nuk e dini ku ndodhet vllai. Pjesa tjetër e familjes e di. Vetëm unë edhe mamaja ime nuk e dishim ku ishte Artani. Dhe kjo është paksa e çuditshme, por Artani në qoftë e do atë nën, të dali ballë me nënën, të dali ballë, ose në telefonike, në telefon, të dali të qarohet me nënën, ku e ka hallin me nënën. I dashur Arjan, unë me Milenën do lidhem pas pak me motrën tuaj, ju keni kontakte me Milenën vet? Unë me Milenën nuk kam kontakt, në ndjetë një mërë kam me motrën. E qartë. Unë do lidhem pas pak me Milenën dhe sigurisht që do flas dhe me të, por në djenin time, në ato pak mesazhe që unë me Milenën kam shkëmbyer për gjatë këtyre ditëve, edhe ajo nuk ka patur informacion për vllai se ku ka jetuar, të paktën Milena kështu shprehur. Ka informacione, ka informacione, ose e motrë e vogël, ka atë motrën e vogël atje që ka vajtur në fëmijë, ose në Kanja. Ajo e di. I dashur Arjan, dëshiron ditën e sotme ti përcjellësh një mesazh vllait tënd Artanit? Unë i them Artanit, të dalja të nënës për balë, të sqarojnë gjerë me nënës, se që ka me nënës, se që në ka kuj ka një latën me nënës, që që në këte, të dali të lafonsi me nënën. Ta ajo nën nuk pa dhe gjumin nëtës. Ky është mesazhi që ti përcjell ditën e sotme për vllain tënd. Ose mirë, ose keq, ose mirë ajo është nëna, ose nëna ti jeve nëna ime.
Uroj dhe shpresoj që Artani të na ndjeki në këtë transmetim dhe jam e sigurt që ai do e ndjeki dhe uroj që nëse ka një atërmbetje në transmetim, ai na ndjek në transmetim neve. Me çdo mënyrë ai na ndjek. Po, na ndjek sepse ai di që ka qenë në program. Unë kërkoj një nder në ty, zonja Beda. Po. Ama keni mundësi të jepni pak numrin Artanit, po ta them publik, ta ngjoj gjithë publikum. Të jepni pak numrin e Artanit me amasimin. Edhe ma çobe numrin tim, numrin e Artanit me mesazh mua aty se le flasun me Artanin. Unë do përpiqem të flas sërish të rilidh kontaktet me Artanin, por për juve, për juve është i gjetur, kurse për neve nuk është i gjetur Artani. Logjikisht ke të drejtë. Ne si gazetar kemi hequr pasaportën televizive të tij sepse e gjetëm. Ai foli për programin, foli me nënën, por ai refuzoi dhe ju e quani ende të humbur kur nuk keni asnjë vendodhje të tij dhe ndoshta çfarë ka ndodhur me jetën e tij. Por më lejo ti përcjell një mesazh Artanit në këto momente që nëse ka ndonjë atërmbetje me ju si vlla, me nënën, të marrë guximin, t'ju telefonoj dhe kjo histori të mbyllet dhe mos të bëhet më shumë mediatike. Sa më shumë bëhet mediatike, aq më shumë mund të shtohen plagët në familjen tuaj dhe unë nuk dua të ndodhi kjo gjë. Por uroj që ta marrë këtë mesazh Artani. Ajo është reciproke, Beda. Dhe më lejo Arjan, sepse më duhet të lidhem edhe me Milenën, sepse edhe motra juaj Milena ka kërkuar që ditën e sotme të reagojë dhe të jetë në program, do metemi bashkë në kontakt dhe të përshëndes. Në qoftë do të dalin edhe Milena, ballë në telefonikën me mua, e të dalin telefonikën Milena me mua. Të përshëndes Arjan, të përshëndes. Faleminderit. E dashur Lefteria, ju asnjëherë se keni pranuar në këtë studio që ka pasur mosmarrveshje në familje, por nga telefonata e Arjanit u kuptua qartë që fëmijët me njëri tjetrin kanë konflikte dhe han tërmbetje. Arjani më kërkoi që të përballet me motrën Milenën, por nëse ne do ta vazhdojmë programin që vllai të përballet me motrën, djali tjetër i humbur të përballet me ju, kjo histori nuk do ketë kurrë fund dhe nuk kemi pse të bëjmë show në studio televizive sepse unë jam nën vet dhe e kuptoj shumë mirë edhe dhimbjen tuaj. Do lidhem me Milenën si një motor e cila ndoshta mund të ketë një mesazh për vllain dhe do jemi bashkë sërish në studio sepse dua të të njoftoj, ish bashkëshorti juaj, zoti Shefit, është prekur nga të gjitha ato që ju keni deklaruar dhe keni akuzuar për dhunë. Unë i kam letrat, i kam në policinë e Gramshit, të gjitha. Mirë, jemi sërish bashkë në studio dashur miq, ku ditën e sotme po flasim për familjen në Vlashi, ku fatkeqësisht nëna e disa fëmijëve, Lefteria Hoxha, humbi kontaktet me të birin Artan Vlashin, u gjet fal programit e emisionit pa gjurmë, por gjatë gjetjes dhe komunikimit dolën në pa konflikte të tjera familjare dhe midis Lefterijes, ish bashorti, por dhe vetë fëmijët me njëri tjetrin. Unë dua në këto momente të lidhe me dashur Lefterie me Milenën, me vajzën që keni në Greqi, regjia do ma bigati ta kemi një lidhje telefonike Milenën, motra, e cila dhe ajo ishte në kërkim të vllajt të saj Artanin. Milena, përshëndetje nga Tirana. Përshëndetje. Të falenderoj që të kam në këtë lidhje telefonike, por dua të pyes nëse ti ke folur me vllajin pas programit që u zhvillua në studion e emisionit pa gjurmë dhe ai foli live me nënën e tij. Jo, nuk kam kontakte fare me vllajin. Kam folur, fare. Nuk ju ka telefonuar as juve? Jo. E dashur Milena, por çfarë dyshon, çfarë ka ndodhur që vllai ka bllokuar të gjithë familjarët në telefon, në rrjetet sociale dhe nuk dëshiron të flasi me askënd? Ju si motor që e keni mbajtur afër në Anja të Kretës, çfarë dyshon ti për Artanin? Unë dyshoj që vllai tim e mashtroi njerëzit shumë lehtë dhe prandaj ai nuk më merr në telefon. Por duhet të vetëm diçka vllai, që të telefonoj dhe të mbaj prindërit afër nuk është një gabim. Gjithë gabojmë, gjithë mësojmë, po që të largosh njerëzit e tuj, asnjëherë nuk bëhet më i mirë dynjaja, njerëz që njohin. Ai deklaroi në emisionin pa gjurmë që jam martuar dhe kam jetën time. Dhe realisht gjithë martohemi, gjithë krijojmë familje, po prindërit nuk e hedhin. Sa do mund të kemë bërë, ata mund të bëjnë gabimet më të mundshme prindërit se neve vetë gabojmë. Që do të thotë që mos duhet të flasim me prindërit tani se gabon prindri ose gabon nëna ose babai, çdo njeri gabon në jetë. Ka njëri të pafajshëm. Po faktën do të marrësh një rrugëgjidhje për gjithë, të mbash kontakte me njerëzit e tuaj. Nuk bëhet asnjëherë dynjaja më mirë se ropi jot.
Dhe është e drejtë kjo që the e dashur Milena, që pavarësisht se vazhdojmë jetën apo prindi mund të gabojë në raportet të marrëdhënie me fëmijët, kjo nuk do të thotë që fëmia të largohet dhe të humbasi kontaktet me ta. Mirë me prindrit, por me ju si motor, me vëllezrit, çfarë ka Artani? Artani ta thash, është shumë i kollajshëm, edhe unë desha të them diçka Artanit. Unë e di se ku ndodhet saktësisht mendimi im pothuajse, sepse Artani kontaktin e fundit që ka pasur, ku ka qenë tuk e unë, tek e unë ka qenë për të fundit, tek shtëpia e ime. Kur ka iku pa të treguar asgjë. Edhe unë dyshoj tek daja e mamit tim, me fjalë tek daja e mamit tim, që ai e strehon dhe ai e mban. Mendimi im shumë i qartë dhe shumë i sigurt për këtë. Ju dyshoni se ai është në Elbasan te daja? Po. E dashur Lefterie, po si ka mundësi, nëse është kjo opsion, e mban vllai jot, djalit Jo vllai im, jo. Jo vllai mamit, daja mamit. Daja juaj, daja... Po çfarë si ka? Daja i bie të jetë... Vllai mamës. Vllai nënës tuaj. Vllai mamit tim. Po pra, nga familja, nga fisi juaj, Hoxha, si ka mundësi që e mban daja jot? E mban daja jot dhe nuk të njofton për djalin dhe ti vjen në një studio? Ai s'flet fare me mua. Daja. Fare. A ju nuk keni kontakte me të? Jo, nuk kemi. E beson dhe ti këtë opcion që... Po, unë panaj të thash. Që ai mund jetë në Shqipëri dhe është e daja. Jo, vërtetoj mami, unë i kam thënë, unë kam folë me mami gjithkohës, dhe i kam thënë mami që, ti do të shkosh kërkosh dajan tatë, daja jo të ka fëmin tatë, asë një tjetër, po asë nuk më të gjonë. E dashur, Milena, ke mundur do të lidhesh me dajën në telefon për ta pyetur? Jo, unë s'flas fare më të. Unë kam 7-8 vite, po thuj se në Greqi, unë nuk... Shumë rrallë flas me njerëzit e largët, me pak llafe. Nuk është se kam shumë kontakte. Shumë mamin, babin, vëllezërit, i kam ndihmuar nga i madhi tek i fundit, i kam pas gjithë tu me tira. Sepse nëse është vërtet kështu, le të themi që ai mund të strehohet tek daja në Elbasan, mos gaboj, jo ku është? Në Liç të në Elbasan, Liçës. Po, në Liç të Elbasanit, edhe ju jetoni në Elbasan, nuk keni shkëmbyer asnjëherë? Ku të vete? Se për ironi të fatit të humbi djali dhe të jetoni në një të njëjtin qytet? Po s'kam ku të vete? Ku të vete ta kërkoj, se ai ka 2-3 hotele. Nuk di ku të vete. Të shkosh të marrësh guximin të trokasës dhe ti thuash, është djali im këtu. Ai s'të le. E shokja, është e smurve, nuk të letë hysh brenda. Qa mesëm ka muaj? Gjysë mesëm ka muaj, a i nuk më flet me goj. Kur të flet ty me goj, kujdeset për djalin tënd? Po, ka drejt goca. Jo vetëm kujdeset, vajzën që a i thot që është martuar, a i a ka qetur, a i e ka njohur. Edhe tani bën sikur si asgjë dhe nuk njeh asgjë. E dashur, Milena, se më kujtove pjesën e martesës. Vllai juaj deklaroi që kam jetën time, jam martuar dhe në foton... Nuk është martuar, mund të jetë bashkëtes, po martesë nuk e besoj kurrë këtë botë. E qartë, bashkëtes, këtë drejt. Në foton e WhatsApp-it, ai ishte me një vajzë. Ka pas fotografi të vjetra. Se ka pasur të çoj dhe fotografi të vjetra kam të vllajt me ato që ka pas lidhje. Që ku ka qenë ke unë, po flasa, para se këtikë në Shqipëri, para 6 muaj se humi ato kontaktet mos fliste. Iku pasan asgjë, mori robet e iku. Gjithsesi, një djalë i rritur, një 36 vjeçar, të bllogoj gjithë familjarët në telefon, në rrjete sociale dhe nuk dëshiron të flasi, do të thotë që o ka një hatërmbetje të madhe ndaj jush dhe do kohë, le të themi t'i jepni dhe ju kohë që ai të reflektoj, ose nuk dua ta them, por Artani mund të ketë një problem serioz dhe me shëndetin e tij. Mendor se kjo nuk është normale. Njeriu fjalën ka, komunikon. Dhe nëse nuk do të flasi me nënën, me babain, me motrën, me vllajin, mund t'i telefonoj dhe t'i tregoj problemin që ka, hatërmbetjen që ka. Por jo, mos të kontaktoj, të zhduket... Nuk është në gjë freskët, që ka qenë gjithmoni ka unë kontaktet. A i ka ardhur që nga ishi që 14 vjetë. Gjithmoni unë kontaktet. Po këheri unë me qikë më gjatra. Dhe i diku, para shumë kohë, se dishim ku ishte, kupton? Edhe pse i humë të kontaktet, e dishim diku ku ishte. E dashur Milena, a i deklaroj që kontakte kam pasur vetëm me babain tim. Si tha? Kontakte kam pasur me babain tim.
për festat e fundvitit e ka muruar babain. Unë kam marrëdhënie si që ka mami, kam babi, nuk i ndaj asnjërin as tjetrit. Unë të dy ka njësoj. Çdo familje ka probleme. Familje pa probleme. Prindërit tu janë divorcuar, është e qartë, janë konflikte dhe problemet e tyre. Ata janë divorcuar, por ju me babain keni folur, ju ka treguar gjë babai për Artanin, apo edhe ai ishte në merak për humbjen e tij? Si të flas me mami, flasim me babi. Babi është shumë i mërzitur për gjërat që ka dëgjuar, dhe babi flet kur ai e merr pa numër e qita, ka qenë data 1 janar, kur ai e ka marrë në telefon babi, edhe i ka thënë që jam mirë, ju lutem shumë hiqni ato që keni nxjerrë nëpër televizora. Edhe nga gjë që ka thënë ai, e ka marrë pa numër në telefonin e vet. E qartë, e kuptoj, ndërkohë... Nuk shumë të dhëna, dhe babi e kërkon, njësoj si mami, ta di se kush djali. Po mami nuk i shpjegoj gjërat ashtu siç duhet i shpjegoj. Dhe kjo më dhem shumë. Dhe ja kam shpjeguar mamit, foli gjërat ashtu siç janë. Po çto dhe mos paksoj gjë. E dashur Milena, e dashur Lefterie, zoti i shefit, ish bashorti juaj, babai juaj Milena, më ka telefonuar dhe ishte prekur nga, ishte lumturuar që kishte dëgjuar zërin e të birit. Por i prekur edhe nga ajo që kishte dëgjuar, por një nën e dhunuar, ka të gjithë drejtat e kësaj bote, besoj që ti jetë e lumtur dhe mos i preket as fija e flokut nga askush. Tashi, ulje ngritje thash ka çdo shtëpi. Tani mos ty mos thellë se dalin gabime mbi gabime. Nuk desha të flas për këtë pjesë. Sepse po t'ishte kaq i keq, nuk kishte rritur 5.000 me mami, edhe kishin bërë shtëpi, kishin bërë gjëra. Nuk desha të hyj këtyra temave. Tash, për mua, mami, babi janë njësoj. E dashur Milena, të mirë kuptoj për këtë pjesë. Nëse Artani do të ndiqte, kush është mesazhi që do i përcjellje? Do t'i thosha ati, hapi sytë se nuk të do asnjëherë më shumë bota se sa familja jote. Familja jote mund shaj, mund të ofendoj, mund të flasi diçka më tepër, por aman kur nuk do të lejnë me skatë rrugëve. Siç njerëzit të shfrytëzojnë, edhe pastaj të hudhin kur nuk i bën punë më. Uroj dhe shpresoj që ai të ndërgjegjësohet, por nëse vërtet është tek daja, edhe ky zotëri duhet të kuptojë që një fëmijë nuk do të shkëpusi kështu marrëdhëniet me të gjithë njerëzit, me nënën, me babain, me motra dhe me vëllezërit, dhe the shumë bukur, si familja nuk të bëhet askush. Uroj që të ndërgjegjësohet dhe do mbetemi në kontakt e dashur Milena dhe të përshëndes. Faleminderit, qofsh mirë edhe punë të mbar. Faleminderit Milena. E dashur Lefterie, edhe vajza e prekur që le të themi çdo fëmijë nuk ndihet mirë teksa dëgjon njërin prind që shanë prindin tjetër, por ju deklarua të vërtetën që jeta juaj ka qenë e vështirë me atë burr dhe prandaj ndodhi divorci. Por fëmijët ju duan një lloj si nënën edhe babain. Ne do shkëputemi në këto momente për të kaluar në reklama, do qëndrojmë bashkë edhe në pjesën e fundit, sepse unë dua të jem transparente me çdo personazh. Unë ditën e sotme do telefonoj dhe ish burrin tuaj. Ndoshta edhe ai e ka një mesazh për të birin e tij. Mirë, jemi rikthyer në pjesën e fundit dashur miq, ku ditën e sotme fatkeqësisht po flasim për konflikte dhe problemet e familjes Vlashi, ku nëna e fëmijëve Lefteria Hoxha është hera e tretë që vjen në studion e emisionit Pa Gjurmë, një nën e cila kërkon të rilidhi kontaktet me të birin dhe pse ai nuk është më i humbur. Pas 6 muajve humbur, u gjet në studion e emisionit Pa Gjurmë, por refuzon të flasi me nënën e tij, të flasi me motrat, me vëllezërit dhe nuk dihet arsyeja. E dashur Lefterie, në këto minutat e fundit, unë të thash dhe pak më parë që do marrë dhe ish bashortin tuaj. Ai u lidh me redaksin e emisionit Pa Gjurmë, dërgoi një mesazh i prekur, i mërzitur për të birin, po padyshim edhe kur u dëgjoj juve si ish bashkëshorte, se ju bashkë sa fëmijë keni? Keni 5 fëmijë. U mërzit teksa dëgjoj ish bashorten, nënën e 5 fëmijëve. Dhe dua që regjia të më ndihmoj ta kem dhe zotin Shefit Vlashi në një lidhje telefonike ditën e sotme, sepse edhe ai është një baba që kërkon ndihmë për të birin e tij. Dhe të mendosh, le ta kem zile në transmetim për të telefonuar zotin Shefit Vlashi, babain e 5 fëmijëve, i cili ka 9 vite i divorcuar nga zonja Lefterie,
po bie zilja dhe uroj dhe shpresoj që ta kemi dhe zërin e shefiti ditën e sotme. Alo. Përshëndetje, zoti shefit. Pardoni. Përshëndetje. Përshëndetje. Zoti shefit, jam Odeta Dume, gazetare e emisionit Pa Gjurmë. Po. E lexova me vëmendje mesazhin që na kishe dërguar. Po. Përpara se të bëj disa pyetje, pyetja e parë që do të bëj është a ke kontakte me djalin, a ju ka telefonuar Artani? Artani, po, erdhi sot takoj me mua në Grams. E keni takuar? Po, sot erdhi takoj mua, kuptoti, me gjithë familja është martuar, kuptoti. Pra, ti sot ke takuar Artanin, a i ka ardhur ka takuar së bashku me bashkëshorten e ti? Po. Po ku jetonte Artani? Artani jeton në Gjermani, kuptoti, po ka një me... Durse e ka marrë familjen, durse. Po mirë, i dashur shefit, e ke pyetur djalin pse nuk e kontakton nënën e ti, motrën, vllajin? Tani unë do të them unë disa gjëra, po është puna që dhe fëmijët e mi do të thonë, domethënë dy gosha që kam në Greqi. Jo, unë kam folur, edhe me Arjanin dhe me Milenën, kam folur, padyshim, i kisha vetëm përpara pak minuta në lidhje telefonike të dy, dhe ata nuk kishin kontakte me vllajin. Dhe i bën dhe mesazh vllai që si familja nuk ka, mos na braktis. Si ka mundësi që ai nuk ka kontakte me nënën dhe me pjesën tjetër të familjes, po ka kontakte vetëm me ju? E, po tani sot erdhi takoj me mua, mori mua në telefonin nga Tirana, kuptoti. Erdhi sot më takoj mua, kuptoti. Më bëhet qefi që ti e ke takuar djalin dhe padyshim ai nuk është i humbur, por besoj që një baba arrin të flasi me djalin hapur, bab e birë, që pse mor birë, nuk e merr vllajin, motrën, nënën telefon, pavarësisht se ti ke 9 vite i divorcuar me zërin Lefterie, por ajo është nëna. Kurse me maman nuk do të ta fosë, domethënë, vetëm domethënë qihem ka sjell një jetë tha. Si të tha? Vetëm jo të mirë ka sjell një jetë, domethënë të provoj sa para publikut, gjë që Po ju çfarë përgjigje i kthyet kur ai tha këtë gjë për nënën e tij? Si? Ju çfarë përgjigje i kthyet djalit? Unë sa të takoj, sa babi, sa me gjithë qelë, sa duhet takoja, sa. Po ato që më ka bërë mami, sa për shembull, sa kisbete kam patur për të martuar, sa ku vite zia unë në vata njërin, sa që kam bashkëtoj me ata, sa. Dhe sot ajo sa më ndelenisi, sa në I dashur shefit, e qartë që ai nuk është ndjer mirë që ka dalë një studio televizive dhe gjithçka u bë publike, sa ai rezultoi i humbur. Por unë besoj që një baba, një përgjigje që mund t'japi të birit, që largohet, krijon familje, ai qoftë i lumtur, por të krijosh familje dhe mos të lumturosh nënën, babain, që po martohesh, po punon në Gjermani, po bën një jetë të lumtur, mua nuk më duket normale. Një fëmijë që të bllokoj nënën në telefon, ajo që e ka sjellë një jetë, një fëmijë që nuk dëshiron të flasë me motrën, që e ka mbajtur në Greqi dhe është kujdesur për të, një person që nuk do të flasë me vllajin e tij, i cili ka bërë gjithçka në Greqi për ta kërkuar dhe për ta gjetur, mua nuk më duket normale. E, po dëgjoj tani, e tha që për numrin, domethënë telefonit, kuptoti, baba tha, po dhash numrin unë, ajo bën gjëra tjera tha. Çfarë bëj? Çfarë mund të bëj zonja Lefterie? Unë do të ngjaj zërin. Tani ajo di vetë çfarë bën, nuk qëndron sa në best ajo. Kjo është përgjigje që të dha ty për nënën. Po për vllajin dhe motrën? Nuk bëj vllau domethënë që ta takoj me të. I dashur shefit, ai është i rritur dhe vendos vet me kë do të komunikoj dhe pse ne na vjen keq kjo marrëdhënie. Uroj që me kalimin e kohës ai ta kuptoj, por ju jeni prekur edhe nga deklaratat që ish gruaja juaj tha në studion e emisionit Pa Gjurmë që jam dhunuar nga zoti shefit për vite të tëra. Gjoni, këto gjëra Po, shefit. Duhen të pritur jam domethënë masha për ata domethënë ku vite zia domethënë gjëra të pa bëra
Pa të kërëtyra, në veprimi. Po, mu t'i flasësh. Kam lefterien, aty qëndro. O, shefit, i dashur shefit, kam lefterien këtu, ajo po të dëgjon. Ka diçka për të thënë. O, shefit. Gjatë nuk të përë. Nuk kam përë familje së të përë. Jo këtu. Ja, po ta them këtu në studio, këtu në studio, ato që kam heku në aty, si kam hek kur një time. Më ke nxjerë për të lypër. Ata 5 fëmijë i kam rritër unë. Më ke rafër. Atë kam qurë në policinë e Gramshit. Ti atje, hidhje firmë, thoshe që nuk e ngas. Vija në shtëpi, ti me rrifje. Pranoj ato gabimet që ke bërë me mua. Dakord? Po qa gabime ke bërë ti? Pranoj gabimet, se letrat janë në polici. Letrat janë në polici të Gramshit. Ti? Okej, të uroj gjithë të mirat. I dashur shefit, e dashur letërie, ndoshta... Po që përndesur dhe atyre ke aeroportëve, e atë për rritë sa të duhet, moj. Po është përdo që ja vlenë dhe më në fosë dhe toka me që du sa votë, jo kopti. Shefit, i dashur shefit e letërie, ka qënë e shkuara juaj, e hidhur... E përzuri babaj, nuk do të e të ka përzuri keq. Babali këtë lave. Por gjithësi, ju keni 9 vite të divorcuar dhe kjo histori, kjo marrëdhënie, kjo martes ka dështuar, zonja Lefterie ka jetën e saj, ti ke jetën tënde, ajo që ju japu në këshill, që jam më e vogël në moshë se ju është që ndoshta gjeni gjuhën e përbashkët për hir të fëmijëve, sepse fëmijët janë të lumtur kur shikojnë dy prindit e tyre dhe pse janë të divorcuar, kanë një komunikim të paqët dhe mbi të gjitha janë qytetarë. Këtë gjë duhet të bëni dhe ju. A në gjonë, zonë nga dhe thare. Po të dëgjoj. Gjota një dëllafos të mama, nuk du plafos të shumë si sot... Por ndoshta për shkak të kohës, edhe unë nuk kam shumë kohë në dispozicion për të folur më gjatë, por diçka të fundit të lutem, ke për të thënë, zonjës Lefterie e ke këtu. Nuk bot fjalë që të bashkohem jo, po kërkojmë këtë, sepse ma thuaj këtë gjë. Jo, ta di dhe ai. A i thot që nuk më ka bon zunë. Unë letrat i kam në polici të gjitha. I kam... Por, zoti, shefit nuk por kon të bashkohet. Po, unë e kuptoj shumë mirë, që thot që nuk më ka bon zunë, që më ka bon zunë po. Po, së nuk besove, e kam numrin e vlajtu. Po, përshkojmë drejt fundit. Shefit, ke diçka të fundit për t'i përcjell ish bashkëshortes? Zojnë nga këta, gjota, do të flafos, Po ndoshta pas kujtave, ti jap fjalën që do flas me ty gjatë dhe do të dëgjoj. Një mesazh të shkurtër, ke të lutem? Zoti Shefit. Zoti Shefit, jam në limitet e fundit dhe të premtoj që pas kujtave do të marrë në telefon, që vazhdo fol me gazetarin time në regji. Zoti Shefit ishte i prekur. Ke një mesazh fundit për të përcjellë për Shefitin se po shkojmë drejt fundit? Unë kam këtë mesazh që nuk bashkon më me atë. Pa i sta kërkoj këtë gjë. Po. Ai thot që nuk më ka rraf. Unë letrat i kam atje në polici, të gjitha. Por djalit, çfarë do i thuash për herë të fundit? Djali që është martuar? Artanit, po pra. Unë nga Artani... Babajin e ka takuar? Po. Unë nga Artani dua që të m'japi numrin, që të flas, që të njeh zërin. Me që se thot ai që është martuar, ka lof të jetë lumtur. I njefsha aberin e mirë kudo që është. Po nëna është nën, do që t'i flasi. Mirë, e dashur Letërie, të falenderoj që të pata në studio dhe ta uroj me zemër të jetë hera e fundit që erdhe në këtë program. Do qëndrosh me mua sa të bëj mbylljen dhe do të përcjell. Kemi ardhur në fund edhe përmes ditën e sotme me dashur miq. Ju falenderoj që qëndruat me mua deri në fund të programit dhe fatkeqësisht studio e Emisionit pa gjurmë përcjell histori reale, histori të dhimbshme që vijnë çdo ditë live ora 16 këtu në ekranin e Report TV. Ndodh edhe kështu, një djalë refuzon nënën. Mirë, bashkë takojmë nesër me një tjetër histori. Mirupafshim.